Fatkeqësisht është viti më dhimbshëm i gjithë kësaj periudhe të pas luftës. Ne themi që vetëm një punëtor nëse na vdes në vendin e tyre të punës është shumë e rëndë, por megjithatë që nga 1 janari deri në fund tetorit këtë vit kemi 29 raste të vdekje në vendet e tyre të punës. Hala më e rëndë është ajo për këtë, po themi kështu, trishtim që po ndodh, institucionet tona relevante nuk e kanë bërë as hapin më të vogël lidhur me përmirësimin e kushteve të këtyre punëtorëve në vendet e tyre të punës. Unë nuk du të hezitoj që normal që ne flasmi, ne japim me dhënat tona dhe ishmi në një takim me kryeinspektorin dje dhe në mes tjerash doli një kërkesë nga kryeinspektori që ne mos dalim me shifrat tona që japim sepse nuk po korespondojnë me shifrat e inspektoratit. Derisa inspektorati për këtë vit deri tash kanë 15 raste të vdekje në vendet e tyre të punës, ne kemi 29 raste të vdekje në vendet e tyre të punës dhe në një farforme ishte edhe një kërkesë e tine që spaku të koordinohen, por si mund të koordinoj une me inspektoratin e sekondë që tjetër, kur ne kemi dhënat sakta me gjitha dhënat e një punëtore, tash themi hajde se për hir që pe kërkoj ka inspektoratit të zvogloj